عليك يا حبيب الله. Okej. Tani mund t'ja fillojmë, pra. Bismillahirrahmanirrahim. Paqja e Zotit qoftë mbi ju, të nderuar miq anemban botës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të dashur miq, dashamir, çuna, goca, zonja, zotrinje, të krishterë, musliman dhe të gjithë ju shqip folës, mirë se na keni ardhur në programin, emisionin ton edukativ arsimor, Hat me Kuranin në gjuhën shqipe. Të dashur miq të dijes, urtësisë, së fjalës së Zotit, mirë se na keni ardhur dhe ju dëshirojmë që sa më shumë të merrni dije dhe të ngriteni shpirtërisht, si dhe të forcoheni dhe t'ju ndriçohen mendjet tuaja me librin e Allahut të lartësuar, me fjalët e Zotit, dhe ju uroj sukses ju që dëshironi të jeni këtu pjesëmarrës në këtë emisionin ton edukativ arsimor, i cili emision ka për qëllim që të njohim sa më shumë fjalën e të lartësuarit, Allahut të lartësuar, dhe pse jo, sa më shumë ta praktikojmë në jetën tonë të përditshme. Siç e dini, ky emisioni jon edukativ arsimor është në vijim, emitohet çdo ditë nga ora 20 deri në orën 22. Eventualisht pastaj vazhdojmë me biseda të lira nëse kemi kohë. Mirë po, këto janë pra mundësi që sa më shumë ta lexojmë Kuranin dhe ta kuptojmë Kuranin në gjuhën shqipe. Ne çdo natë lexojmë nga një pjesë të Kuranit, apo në gjuhën arabe i thënë gjuz. Një gjuz i Kuranit ka 10 fletë, që do me thënë 20 faqe. Komplet Kurani i ka 30 gjyze, apo pjesë. Që do me thënë, ne për çdo natë e këndojmë nga një gjyz, për një muaj e lexojmë komplet Kuranin. Por nuk ndalemi në kuptimin, në domethënien e verseteve kuranore, aty këtu dikund, që janë ajete të qarta, sepse kemi ajete që janë të qarta, të kuptueshme, ato vetëm i kalojmë edhe ndalemi dikund i shpjegojmë, por qëllimi jon është që sa më shumë ta ndriçojmë mendjen ton me dijet hynore. Dhe tani pa humbur kohë do t'ja fillojmë me lutjen tonë. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. O Zoti im, selami qoftë përmbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. O Allah, mbushe zemrën time me dituri të kuptuar, dritë, durim dhe besim. Më mëso dhe mos lejo që të jem i paditur. Më bëj që të mbaj në mend dhe mos të haroj. O Allah, na mëshiro për hatër të Kuranit, në saje të Kuranit. O Allah, bëje këtë lexim të Kuranit për të gjithë neve që e dëgjojmë e që e lexojmë, që e ndjekim. Bëje pra dritë, udhëzim, drejtësues, mëshirë dhe begati në jetën tonë. O Allah, më kujto nga ajo që e kam harruar nga Kurani dhe më mëso për atë që nuk e di nga Kurani. O Allah, bëje që ky lexim i Kuranit në gjuhën arabe dhe në gjuhën shqipe të jetë në dëshmi
se ne jemi mbledhur këtu në këtë TikTok live, vetëm për hir tëndit, që ta mësojmë fjalën tënde dhe ti të na ndihmosh që fjalët e tua të i shndrojmë në vepra të mira dhe të fitojmë dashurinë, respektin dhe pëlqimin me ty, o i madhi Zot. Amin. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. O Zotim, qoftë selami për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Tani do të fillojmë në gjuzin e 15, për ndryshe është surja Isra, ajeti e 17 me radhë, pra surja e 17 me radhë e Kuranit, quhet Isra, ajeti numër 1. Do ta lexojmë në gjuhën shqipe e pastaj në gjuhën arabe për të ngritur shpirtërisht, për t'i thirrur engjëjt në këtë dhomën time dhe në dhomat tuaja, kudo që jeni, apo në vetura, apo ku ta di unë. Kështu që po e lexojmë një faqe në gjuhën arabe, në gjuhën e Kuranit e pastaj në gjuhën tonë të bukur shqipe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي البأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن
أحسنتم أحسنت لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العلي العظيم. Fjala Allahut të lartësuar është e vërtetuar. I mbështetem Allahut të më ruaj nga shejtani mallkuar. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Surja Al-Isra, udhtim nate, ajeti 1. Qoftë lartësuar ai I cili e shëtiti robin e vet natën prej Mesgjidil Haramit deri në Mesgjidi Aksa, rrethinën e të cilit e kemi bekuar në mënyrë që t'i tregojmë disa argumente tona. Ai me të vërtet dëgjon dhe sheh shumë. Kurse Musaut I dham librin dhe e bëm udhërrëfim për Israelitët, ashtu që të mos marrin tjetër kë për Zot në vend timin. Ju pasardhës që ju kemi bartur me Nuhun, ai për një vend është njeri I mirënjohës. Dhe ne ua kemi normëzuar, përcaktuar në libër, Israelitëve, ju me siguri do të bëni 2 herë turbullira në tokë dhe do të bëheni me ndëmdhenjë për te mase. Kemi thënë gjithmonë, mendjemadhësia është vesi ma I urryer tek Zoti, sepse mendjemadhi nuk e njeh vetëm një Zot që e ka, po ai veten e njeh si Zot. Unë jam kush jam, unë, kjo pra kalon në një mëkat mjaft të madh. Prandaj shikoni gjithmonë kur I përmend Beni Israelitët, jo Izraelitët e sotshëm, që janë në Izrael, sepse ata janë kriju si shtet shumë vonë, por Beni Israelitët, popullin e Musës a.s. gjithmonë I përmend si popull shumë që kanë kundërshtu, shumë e kanë maltretu Musën a.s. dhe kanë qenë shumë mendjemdhenje. Pra jahudit, hebrejt, që e kanë priardhjen nga Beni Israelitët. Prandaj edhe këtu gjithmonë Zoti e përkujton profetin Muhammed me këto histori të ndodhura që Zoti I ka evidencuar në Bibël, në Tora, në Tevrat, në Zebur. Pra, dhe kur arriti ajeti 4, dhe ne u kemi normëzuar, u kemi përcaktuar në libër Israelitëve, ju me siguri do të bëni 2 herë turbullira në tokë dhe do të bëheni mendjemdhej për te mase. Dhe kur arriti koha e premtimit të parë, prej 2 sish ne dërguam kundër jush njerëz tanë, shumë të fortë dhe u shkelen në shtëpia dhe ashtu premtimi u bë realitet. Pastaj ju kthyem për së dyti kundër atyre dhe ju përforcuam me pasuri dhe meshkuj. Juve u bëm shumë në numër. Nëse e veproni mirë, e bëni për vete, e nëse bëni keq, përsëri e keni kundër vetes suaj. Dhe kur erdh koha e premtimit të dytë, atëherë le t'u amrolin fytyrat tuaja dhe le të hynë në xhami si kurse herën e parë dhe le të shembin me themel gjithçka që kanë ngritur. Ndoshta Zoti juaj do t'ju mëshiroj nëse ju prap filloni, do t'ju fillojmë edhe ne, kurse xhehenemin e kemi bërë burg për mosbesimtarët. Njëherë populli I Musës u shpëtua kur Musa a.s.
me shkopin e tij preku detin dhe deti u hap dhe kaloi populli i Musës, saqë faraoni, kur fillojnë të përmbyset në varr, ai u shtri si në seshte, dhe ashtu i mbeti trupi, sepse Zoti premtoi trupi i tij do ta lajmë shembull, dhe nëse shkoni në British Museum në Londër, atje do ta shihni trupin e faraonit, si shembull Zoti e ka rujt, dhe ajetet kuranore. Prandaj njëherë kërkoi populli i Musës matan detit, sepse ata ishin në Egjipt dhe kaluan detin, dhe pastaj atë ngushticën, dhe pastaj kërkuan pasuri, kërkuan të gjitha, por prap populli Zoti premtimin që ja bëri që do t'ju pasuroj, do t'ju jap pasuri e tjera e bëri, por prap populli i Musës ishin bukëshken. Dhe kështu pra Zoti do të shohim çfarë premtimi tjetër ka bërë. Ndoshta Zoti juaj do t'ju mëshirojë nëse ju prap filloni, do t'ja filloj edhe ne. Do t'ja fillojmë edhe ne. Kurse xhehenemin e kemi bërë burg për mosbesimtarët. Ky Kur'an pa më dyshje çon rrugës së drejtë dhe më të përshtatshme dhe përgëzon besimtarët, të cilët bëjnë vepra të mira, se i pret shpërblimi i madh. Kurse për ata të cilët nuk besojnë botën tjetër, kemi përgatitur dënim të dhëmshëm. Njeriu dhe me anë të lutjes të mirë lyp keq. Njeriu është shumë i vrullshëm dhe gjak nxehtë. Gjithmonë themi, edhe në ajetet paraprake, kur të luteni, mos u bëni këmbgulës në lutjet e juaja, se ndoshta ajo nuk është mirë për juve. Mos e nxitni, mos e tërheqni atë energjinë negative, se ndoshta ti nuk din që atë lutjen që po e kërkon është e dëmshme për ty. Prandaj thot njeriu edhe me anë të lutjes për mirë lyp keq. Njeriu është shumë i vrullshëm dhe gjakënxehtë, është e dëmshme për ty. Prandaj thot njeriu edhe me anë të lutjes për mirë lyp keq. Njeriu është shumë i vrullshëm dhe gjakënxehtë. Kjo pra është ajeti 11 i surës Nisa. Ta bëj vetëm një nënvizim. Okej, vazhdojmë. Dhe natën edhe ditën i kemi bërë dy argumente. Shenjën për natë e kemi fshehur, kurse shenjën për ditë e kemi bërë të dukshme, në mënyrë që të mund të kërkoni mirësinë nga Zoti juaj, dhe që na mësoni numrin e viteve dhe të llogariturit. Në çdo send e kemi sqaruar në hollësi. Gjithmonë Zoti për ata që nuk i besojnë Zotit jep argumente. A ka argument më të mirë që asnjë ditë nuk zgjatet, për shembull mu bë 24 orë, po ditën e qet në dritë, natën e fshet. Dhe secili njeri atë çka e ka bërë do t'ja varrim në qafë, dhe në ditën e gjykimit do t'ja tregojmë një libër të hapur. Kemi folë për ato zinxhirat në qafë. Veprat e tona do t'i bartim. Lexo librin tënd, sot të mjafton vetvetja kundër teje që të japësh llogari. S'ki mo nevojë në ditë kiametit me lexu librin Kuranin. Tash ki me lexu librin tënd të jetës tënde. Edhe ki me dhënë llogari. Kush shkon në rrugës së drejtë, ai shkon drejt për vete. Kurse kush e humb në dëm të vetin. Dhe asnjë mëkatar nuk do të bartë mëkatin e tjetrit, ndërsa ne nuk kemi dënuar asnjë popull pa i dërguar pejgamber. Pra, siç kemi thënë, nëse në xhungëll nuk ka dërguar Zoti pejgamber, edhe ata hecin pothuajse lakuriç, domethënë nuk kanë mbulesën gratë, nuk hecin sipas Kuranit apo sipas Biblës, a thua Zoti aq i pamëshirshëm do të jetë edhe do t'i fusë të gjithë në xhehenem pse nuk i kanë besuar atij në mënyrë siç ka thënë Kurani apo Bibla? Jo pra. Po Zoti siç thot, ndërsa ne nuk kemi dërguar asnjë popull pa i dërguar pejgamber, dhe asnjë mëkatar nuk do të bartë mëkatet e tjetrit, dhe thot se ata të cilët nuk i kemi dërguar të dërguar, nuk do t'i japim llogari. Prandaj edhe njerëzit e xhungllës nuk do të përgjigjen se nuk e kanë njoft Kuranin, por
sa kemi u përgjeshti, sa të ka rrit fjala e Zotit. Sot ka rrit fjala e Zotit, deri te gjyzi 15, për këtë kemi dhënë përgjegjësi para Zotit. Spaku, a ke mund me nxerr një mesazh? Spaku, atë Kuranin që e ki po të rrinë si zbukurim në dollapet e juja, pse nuk e merrni me na ndjek, sepse fjala e Zotit tani më përmes meje, përmes dikujt tjetër, ka arritë edhe në shtëpitë e juja. Vazhdojmë. Kush shkon në rrugës së drejtë, ai shkon për vete, kurse kush e humb në dëm të vetin. Dhe asnjë mëkatar nuk do të bartë mëkatet e tjetrit, ndërsa ne nuk kemi dënuar asnjë popull pa u dërguar pejgamber. Kur dëshirojmë që ta zhdukim, ta shiko, nuk kemi dërguar asnjë popull pa i dërguar pejgamber. Pejgamber janë 142.000, por 4 janë me sahife më të mëdha. Prandaj me Kuran, me libër, këto tjerët kanë shku me përmbledhje të vogla, shkrime të vogla, me udhëzim të popullit. Prandaj, kush dëshiron që ta zhduk një qytet, kur dëshirojmë që ta zhdukim një qytet, atyre që janë aty dhe janë dhënë pas luksit dhe bëjnë mbrapshti, i lëshojnë që të humbin në faqafje. Zbatohet fjala e dhënë kundër tyre dhe e shkatrojmë me themel. Surja Isra, ajeti 18. Bismillahirrahmanirrahim. Kush është që e ka për qëllim vetëm këtë botë, ne atij që duam i japim në të aq që sa duam, e pastaj atij i bëjmë të hyjë në xhenem, i nënçmuar, i përbuzur. E kush e ka për qëllim botën tjetër duke qenë ai besimtar, përveç për të ashtu si toka asaj, angazhimi i tyre do të jetë i pranishëm në secilin atyre, dhe atyre i japim nga të mirat e Zotit tënd, dhe dhënia e Zotit tënd nuk është e kufizuar. Shiko se si ne i kemi dalluar disa prej të tjerëve, po dallimi në botën tjetër është më i madh dhe është për parësi më e madhe. E mos shoqëro me Allahun ndonjë zot tjetër e të bësh i qortuar, i pa përkrahur. Zoti i të ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër pos tij, që të silleni në mënyrë bamirëse ndaj prindërve, nëse njëri prej tyre ose që të di i kam kapur pleqëria pran kujdesit tënd, atëherë mos u thuaj atyre as of as mos u bë i vrasht ndaj tyre, po atyre thuaj fjalë të mira. Dhe në shenjë mëshire shtrije pranë tyre krahun për ullës e respektues dhe thuaj, Zoti im, mëshiroj ata të di, si kurse më edukuan mua kur isha i vogël. Zoti juaj e di më së miri atë që keni në shpirtin tuaj. Nëse keni qëllime të mira, vërtet ai u fal atyre që pendohen dhe jep çdo të afërt të drejtë që i takon dhe të varfërit dhe atij që në gurbet, po mos shpenzo tepër e pa rrugë. Ata që shpenzojnë tepër janë vëllezër të djajve, e djalli është përbuzës i madh i Zotit të tij. Nëse detirohesh t'u kthesh shpinën atyre duke kërkuar mëshirën të cilën e shpreson nga Zoti yt, atëherë thuaj atyre fjalë të mira dhe mos e bën dorën tënde të lidhur për qafe, e as mos e shtri në tërsi e të mbetesh i qortuar dhe duarthatëm. Bismillahirrahmanirrahim. S'ka dyshim se Zoti yt është ai që furnizoi me bollok
atë që do dhe i kufizon ati që do, ai hollësisht e di për robët e vetë dhe i vështronë. Ju mos i mbytni fëmijët tuaj nga frika e varfëria, se ne u asigurojmë furnizimin atyre dhe juve. E mbyqja e tyre është mëkat i madh dhe mos i afroni imoralitetin, sepse vërtet ai është vepër e shëmtuar dhe është një rrugë shumë e keqe, dhe mos mbytni njeriun që Allahu ka ndaluar, përveç me gjerës, e kush mbytet pa të drejtë kujdestarit të tij. Ne i kemi dhënë të drejtë, e ai të mos kalojë kufirin në mbyqje derisa ai është i ndihmuar. Mos përdorni pasurinë e jetimit, ndryshe vetëm në mënyrë më të mirë, derisa ai ta arrijë pjekurinë e vet. Premtimi zbaton. Pse për premtim ka përgjegjësi? Masën mbusheni kur matni dhe peshoni me peshoj të drejtë. Kjo është më e dobishme dhe ka përfundim më të mirë. Mos ju qas asaj për të cilën nuk ke njohuri, pse të dëgjuarit, të pamit dhe zemrat për të gjithë këto ka përgjegjësi, dhe mos ec në përtokë me mburje. Pse ti as nuk mund të ta çosh tokën, as nuk mund ta arrish lartësinë e maleve. E keqja e të gjithë këtyre është e urrëqja e Zotit yt. Këto janë nga urtësia që Zoti yt të shpalli ti. Mos shoqëro me Allahun ndonjë zot tjetër e të hidhesh në xhehenem i qortuar dhe i larguar. A mos u dallo Zoti juaj me djem e për vetë zgjodhi me lajket që ju i mendoni? Femrat vërtet ju jeni duke thënë fjalë të mëdha. Ne sqaruam në mënyra të ndryshme në këtë Kur'an, ashtu që ata në nxjerrje provoje, por kjo nuk e shtoi atyre tjetër vetëm se largim. Thuaj, sikur të kishte zota të tjera përveç atij, sikundër thonë ata, atëherë ata do të kërkonin rrugën për mbizotrim ndaj të madhëruarit. I pa të metat është ai, lartësia e tij është e madhe nga ajo që thonë ata. Lartmadhëria të merituar i shprehin atij 7 qije e toka, dhe çka ka në to, e nuk ka asnjë sen që nuk e madhëron, duke i shprehur falënderim atij, por jo nuk e kuptoni atë madhërim të... Besa s'po njihet. Merre një ajet pak më nalt, të lutem e boj katun e këtu, se s'u ka njëu kanar. Një ajet. Okej, tani njihet? A njihet tani, motër? Shko një ajet, tash mirë, shko një ajet apo 2 më nalt, të lutem, më lart. Okej, Bismillahirrahmanirrahim. Ne sqaruam në mënyra të ndryshme në këtë Kur'an, ashtu që ata të nxjerrin përvojë, por kjo nuk u shtoi atyre tjetër vetëm se largim. Thuaj, sikur të kishe zota të tjerë përveç atij, sikundër thonë ata, atëherë ata do të kërkonin rrugën për mbizotrim ndaj të madhëruarit. I pa të metat është ai, lartësia e tij është e madhe nga ajo që thonë ata. Lartmadhëria të merituar i shprehi atij 7 qije e 7 toka, dhe çka ka në to, e nuk ka asnjë send që nuk e madhëron,
duke i shprehur falënderim atij, por ju nuk e kuptoni atë madhërim të tyre. Ai është i butë dhe fal shumë. Kur ti e lexon Kur'anin në mes teje dhe atyre që nuk e besojnë botën tjetër, ne e vëmë një perde të padukshme, ndërkaq në zemrën e tyre vetëm një mbulesë dhe shurdhim të thellë të veshëve të tyre, që nuk mund ta kuptojnë atë, e kur e përmend ti në Kur'an Zotin tënd, vetëm atë, ata ikin mbrapa dhe largohen. Ne e dimë më së miri përse ata e dëgjojnë atë. Kur vinë të dëgjojnë ty dhe kur ata bisedojnë shehtazi dhe kur ata zullumqar thonë, ju nuk jeni ka pasoni tjetër përveç një njeri të magjepsur. Shi se si të mveshin ti epiteti. Andaj ata kanë humbur dhe nuk mund të gjejnë rrugë. Ata thanë, a pasi të bëhemi eshtra të kalbura dhe e pluhur, a mos do të bëhemi krijes e re e ringjallur? Mirë, faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, a doni të jeni gur ose hekur? Ose çfarë do krijesë qoftë për të cilat mendoni se nuk mund të ringjallen? Po kush do të na kthej neve në jetë? Do të thonë, e ti thua ju, ai i cili ju ka krijuar për të parën herë, e ata do të tundin kokën ndaj teje dhe do të thonë, kush pra, kur pra? E ti thua ju, ndoshta së shpejti. Atë ditë kur t'ju therras dhe do t'ju përgjigjeni, duke i falënderuar dhe do të mendoni se keni mbetur vetëm në një kohë të shkurtër. Dhe thua ju robëve të mi, le të flasin vetëm fjalë të mira, sepse djalli ka ngatëruar diçka ndërmjet tyre. Djalli është me të vërtet armik i hapët i njerit. Zoti juaj u njeh shumë mirë, nëse do ai ju mëshiron, e nëse do ju dënon, e ty nuk të kemi dërguar përfaqësues të tyre. Zoti yt e di më së miri se kush janë në qiell dhe kush në tokë. Ne i kemi dalluar disa profet nga disa të tjerë, kurse Davudit i kemi dhënë Zeburin. Thuaj, lutuni atyre të cilët i keni trajtuar si zotër në vend të atij, por ata nuk do të mund t'ju lirojnë nga ngushtësitë e as të ju shmangin. Ata të cilëve u luten këta, vetë kërkojnë mënyrë se si ti afrohen Zotit të vetë, dhe shpresojnë në mëshirën e tij dhe i friksohen dënimit të tij. Dënimi i Zotit tënd është një mend për t'ia pasur frikë. Dhe nuk ka asnjë vendbanim të cilin ne, para ditës së gjykimit, nuk do ta shkatrojmë, ose ta ndëshkojmë me dënim të ashpër. Kjo është evidentuar në libër. Themudit si mrekulli ja dërguan devën, por ata bën krim me të. Ndërkaq ne mrekullit i dërgojmë vetëm për t'i friksuar, që me të besu që hej, Zoti ekziston. Dhe kur të patëm thënë, Zoti yt i përfshin të gjithë njerëzit, kurse ëndrrën që ta paraqitëm edhe drurin e mallkuar në Kur'an janë vetëm prova për njerëzit. Ne i tmerrojmë ata, por kjo u arrit atyre më tepër dhe ashtu mosbesimin e madh. Edhe pse e din që Ademi gaboi me drurin e mallkuar, po ja që prap nuk besojnë, atyre i rritet mosbesimi, sado që Zoti i dërgoi profet me muxhize apo në gjuhën shqipe mrekulli, prap atyre i rrit mosbesimi.
Dhe kur u tha mengjujve, bëni sejdë Ademit, ata të gjithë i bënë sejdë atij, përveç Iblisit. Si ti bëj sejdë, tha ai atij, të cilin ti e krijove nga balta, shikoje këtë, të cilin e ke ngritur më lartë se mua, tha. Nëse më jep afat, deri në ditën e Kiametit, me siguri, përveç një numër të vogël, të gjithë pasardhësit e tij do t'i shkatërroj. Vetëm afati ka lyp shejtani. Zotit, unë nuk rash sejdë për Ademit, nga Iblisi më shndrove një shejtan, një iblis i padëgjueshëm, një krijesë e padëgjueshme ndaj Zotit, dhe Zoti do ta ndeshkoj bashkë me xhinët, bashkë me njerëzit në xhehenem, por shejtani Iblisi tha s'paku ma jep një afat. Edhe unë po të garantoj, thot, që kome t'i kthy prej rrugës drejt njerëzit, siç edhe bën sot. Prandaj udhëzimi është i nevojshëm. Nuk mundesh ti me thënë vetëm unë po i besoj Zotit, edhe nuk kam fe. Zoti po t'i kish kriju edhe 2 njerëz në këtë botë, edhe njërin kishte me bo pejgamber, profet, siç e bëri Ademin a.s. Por e bëri edhe Iblisin, të padëgjueshëm, i cili mashtron njerëzit. Problemi mjaftueshëm për ju. Dhe përvehtëso me zërin tënd cilin të mundesh. Dhe përzini kalorësit tu edhe këmsorin tënde dhe bëhu pjesëtar në pasurinë dhe fëmijë me ta. Edhe premtoju, por djalli ju premton vetëm rrena. Domethënë, edhe në pasuri, edhe te fëmijët, na përzihet djalli. Kur ti me të vërtet nuk ke kurfar pushtet ndaj robëve të mi, dhe si përfaqësues mjafton Zoti. Zoti juaj është ai i cili vetëm për hir tuaj i lëviz lundrat në përdet, që të kërkoni dhuntinë e tij, sepse ai ndaj jush është mëshirëplot. Kur ju godet e papritura në det, atëherë i humbni ata të cilëve u jeni falur. Përveç atij Allah, që kanë pas idhuj, i humbni se valet e detit, ata idhuj që i mani në përçanta, kanë humbur. Idhujt e atërshëm kanë qenë prej gurve, prej drurit. Idhujt e sotshëm janë luksi, paraja, dukati, ari. Idhujt, kartelat e bankës, ata janë një farë idhuj, nëse ju nuk shpenzoni për rrugë të Zotit, por ju i shpenzoni parat për t'i shmangur njerëzit nga rruga e Zotit, me klubet natës, me alkohol, me gjana të palëvdruara. Prandaj thot, kur ju godet e papritura në det, atëherë i humbni ata të cilëve ju jeni falur. Përveç Allahut, mirëpo kur ai ju shpëton në tokë, ju ja ktheni shpinën njeriut, gjithmonë është bukëshkel. A jeni të sigurt se ai nuk do t'ju shpjerë ka toka, ose nuk do t'ju lëshoj kundër jush fërfëllazë me rrër, e atëherë nuk do të gjeni vetes shpëtim fare? Ose a jeni të sigurt se fërfëllaz me rrër, tornado? A jeni të sigurt se ai nuk do t'ju kthej prap në det dhe t'ju lëshoj fortunën dhe t'ju përmbys për shkak se keni mohuar? Atëherë nuk keni për të gjetur se kush do të na marrë në përgjithësi për ju. Ne me të vërtet i kemi nderuar bijtë e Ademit, i kemi shetitur në për tokë e në për det, dhe i kemi furnizuar me ushqime të mira e me shije, dhe u kemi dhënë përparësi të mëdha ndaj shumicës që i kemi krijuar. Atë ditë, kur të thërrasim tërë njerëzit me gjithë prijesit e tyre,
atyre të cilëve libri i tyre do të jepet nga e djathta, do ta lexojnë librin e vet dhe nuk do të bëhen pa drejtësi, as sa të zit e thonin. E kush ka qenë i verbër në këtë botë, do të jetë i verbër edhe në botë dhe ai ka humbur rrugën keq. Këtu nuk mendohet i verbër me syt fizik, po i verbër me syt e shpirtit, e zemrës. Nuk i besojnë Kur'anit, fjalë e Zotit. Dhe për pak desh të larguan edhe ty prej asaj çka të shpallëm ne, që kundër nesh të shpifësh diçka tjetër, e pastaj ata do të konsideronin si mit. Dhe sikur të mos kishim përforcuar ty, gati u lëshove pe, sa do pak qoftë. Dhe atëherë, me siguri, do të kishim bërë të shijosh mundim të dyfisht. Atëherë nuk ke për të gjetur askë, i cili do të ndihmonte kundër nesh. Ata që të kanë shqetësuar në tokë, sa që gati e përzën prej tyre, por atëherë as ata nuk do të qëndronin aty shumë pas teje. Sipas traditës që ka qenë, ne tërë ata të cilët i kemi dërguar përpara teje dhe as ti nuk do t'i shmangësh traditës, kryej namazet kur dielli niset nga gjysma e qiellit, pra nga gjysma e qiellit, e deri në terrin e natës, një kohë e namazit, prej drekës deri në akşam, kryej namazet. Kur dielli niset nga gjysma e qiellit e deri në terrin e natës, dhe lutjen e agimit, dhe në mëngjesin e hershëm, pra 3 kohë të namazit. Dhe në të vërtet, Kurani në sabah e dëshmojnë shumë, shumica e dëgjojnë. Kemi thënë, pjesa e 3 e natës, për orës 2 deri se nata fillon në orën 8, 9, 10, tani është natë. Në orën 3, kur veç rrini natën, qoftë keni me duke scrollit TikTokin e duke shiku, e tjera, këto në ndodhë se dhe mu ndodhë, spaku merrni diçka lexoni një faqe Kur'an, ose një fatiha, një felek, një nas. E di që ju zen gjumi, por kur mos t'ju zej gjumi pa lexu felek, nas, fatihen. E pastaj ti scrollit sa don edhe të merr gjumi, se çka me bo? Na ka zaptu teknologjia. Dhe një pjesë të natës kaloje i zgjuar. Kjo është vetëm detyra jote. Ndoshta Zoti yt do të ringjall në një vend të lavdruar. Prandaj edhe natën nëse rini zgjuar, keni shpërblim, por që ta kaloni ose me lexim Kurani, siç na ka thënë profeti Muhammed, ose duke marrë dituri. Dhe thuaj, o Zoti im, më shpjerë në për atë hyrje të sinqertë dhe më nxirr asaj daljes së sinqertë dhe më jep forcë nga ana jote që të më shërbejë si ndihmë. Dhe thuaj, erdhe vërteta dhe u zhduk gënjeshtra. Me të vërtet gënjeshtra është e paqëndrueshme. Ne e shpallim nga Kurani ata çka është barë dhe mëshirë për besimtarët, kurse mos besimtarëve vetëm u arritin shkatrimin. Kur japim njeriut ndonjë dhunti, ai kthen shpinën dhe largohet anash. Por kur e godet e keqja, atëherë pikëllohet. Thuaj, secili po vepron sipas mënyrës së vet. Mirpo, Zoti juaj e di më së miri kush është në rrugë të drejtë. Të pyesin për shpirtin, thuaju, çështja e shpirtit është punë vetëm e Zotit tim, kurse juve u është dhënë fare pak dije. Dhe po të dëshironim, ne me siguri do të kishim bërë të zhduket ajo çka ta kemi shpallur. Dhe ti pastaj nuk do të gjesh askë që do të ndihmonte kundër nesh. Përveç se me mëshirën e Zotit tënd, sepse mëshira e tij ndaj teje është me të vërtetë e madhe.
Besa përgatitu për surën Kahf, shpella, e merr prej fillimit. Thuaj, sikur të bashkoheshin tërë gjindët dhe njerëzit të bënin në Kur'an, sikur ty nuk do të mund të bënin sikur ky, edhe pse i ndihmojnë njëri tjetrit, ne në këtë Kur'an u shpjegojmë njerëzve shembuj të ndryshëm, por shumica e njerëzve refuzojnë. Ata vetëm mohojnë dhe thonë, ne nuk të besojmë ty, derisa të nxjerrësh kroje nga toka, ose ti të kesh një kopsht me lisa e hardhi dhe nëpër të kalojnë një varg lumenjesh, ose ta coptosh qiellin cop dine, si po e vërteton ti, ose derisa Allahu dhe engjëjt ti sjellësh para nesh. Këtë ja kanë kërku profetit Muhammed. Kopshte me rjedh lumen, mu bërë qiellit copa, edhe mi afru engjëjt me laçët mi pa parasysh, ani ndoshta kanë me besu. Apo të kesh për vete shtëpi prej ari, ose derisa të ngjitesh në qiell. Pra, ti, profet, je shumë i dobët, as një shtëpi keq aty një kasove. Por nuk do të besojmë, edhe si kur të ngjitesh derisa të na sjellësh një libër që ta lexojmë. Thuaj, qoftë të lartësuar Zoti im, a jam unë diçka tjetër përveç se një njeri pejgamber, kurse njerëzit kur u vinte shpallja i pengonte t'i besojnë vetëm ajo që thonin. Ana pas ka dërguar Allahu një njeri si profet si ti? Thuaj, si kur engjëjt në tokë të ecin qetë, ne do t'ua kishim dërguar nga qielli një engjëll si profet. Thuaj, Allahu më mjafton për dëshmitar, mua edhe juve, sepse ai i sheh dhe është informuar për robërit e vet. Atë që Allahu e drejton në rrugë të drejtë, ai është në rrugë të drejtë. Kurse atë të cilët ai e lë të humbur, atyre nuk u gjen dot mbrojtës përveç atij. Shikoni, këtu do të ishte padrejtësi nëse Zoti mua më udhëzon në rrugë të drejtë, ndërka që dikon tjetër në rrugë të humbur. Por këtu, kjo nënkupton se nëse ti e lexon, je i dëgjueshëm ndaj fjalës Zotit, ty normal që Zoti do të udhëzojë në rrugë të drejtë, sepse ti ke interesim. Por ti nëse je ashtu sa ashtu i padëgjueshëm ndaj Zotit, ti vetvetiu e ke kriju humbjen, sepse nuk e gjen veten dot. Prandaj Zoti thot, ai gjithmonë ka me qenë i humbur. Ne do t'i tubojmë ata në ditën e gjykimit me fytyrë për toke, të verbër, me mec e të shurdhër. Vendbaniri i tyre është xhehenemi. Sa herë që të topsohen, plaka, do t'u ashtojmë zjarrin. Ai është problemi atyre, se ata nuk u kanë besuar argumenteve tona dhe kanë thënë, kur të bëhen eshtrat pluhur, ne do të ringjallemi sikur krijesa të reja? Juar qiejt dhe tokën, ka mundësi të krijoj të ngjashmen me ato dhe se ua ka caktuar momentin e ringjalljes, për çka nuk ka dyshim, por mosbesimtarët refuzojnë dhe vetëm mohojnë. Thuaj, edhe sikur ju të posedoni thesarin e mëshirës së Zotit tim, ju edhe atëherë do të rrudheshit, bënit kooperaci, nga friga se mos do të varfroheni. Njeriu gjithmonë është kooperac. Ne, musallët, i kemi dhënë 9 mrekulli të qarta. Pyeti pra izraelitet kur u erdhi atyre dhe kur faraoni i pa thënë, unë mendoj se ti je me të vërtet i magjepsur. Shikoni, popullit Israelitët, populli i Musës, ka qenë më populli këmbgulës në mosbesim, mas shumë të që i ka bo problem me Musaut alisinat. Prandaj thot edhe, Musaut 9 mrekullia ka dhënë edhe prap nuk i kanë besuar. E ai tha,
Ki e di se këtë nuk e ka zbritur askush tjetër përveç Zotit të qiejve dhe të tokës, si argument të hapur. Dhe unë me të vërtet, o faraon, të konsideroj të shkatëruar. Sepse faraoni i thot Musës, ky magjepsur e ka kap magjia. Dhe ai deshti t'i përzëj nga vendi, por ne e përmbytëm atë dhe ata që kanë qenë me këtë të gjithë së bashku. Pra, i ka përmbyt në lumin e Eufrat. Dhe pas asaj, më falni, jo Eufrat, në mes të kontinentit të Afrikës dhe nga pjesa tjetër. Dhe pas asaj u tham Israelitëve, vendosuni në këtë tokë, e kur të vi koha, premtimi i botës tjetër, do të sjellim të përzier. Ne shpallëm atë me arsye dhe po zbret me arsye. Kurse ty të kemi dërguar vetëm për gëzues dhe qërtues, gjithmonë disa herë. Mi ja dhon lajmin e mirë, edhe mi ja lën qërtimin, lajmin e keq. O pejgamber, mos u brengos pse ty nuk të ndjekin. Gjithmonë ata më të mirët janë pakicë. Sepse Zoti dëshiron ashtu, përmes pakicës ti tregoj argumentet e veta se çka mundet me bë, për shembull një profet Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta. Çka mundet me bë një Albin Kurti? Domethënë kjo pakicë i vetëm të rrallë janë, po ja çka mundet me bë? Apo çka mundet me bë një dërguar? Apo çka mundet me bë një Adem Jashari? Apo dikush? Pra, gjithmonë pakica janë ata argumentet e Zotit në to. Ndërsa Kuranin e shpallëm krejt, pjesë, në mënyrë që ti njerëzve t'u lexosh pak nga pak, dhe atë u shpallim të përforcuar. Ajet mas ajeti. Nuk e bojmë me njëherë alkoolin haram, po i thot njerë ka pre alkooli gjanat mira, po ma shumë ka dhe gjanat dëmshme. E dyta i thot mos shkoni në xhami derisa jeni të dehur, zvoglojeni dozën pakës, e treta i thot mos ju afroni alkoolit. Pra, gjithmonë Zoti i përforcon ajetet kuranore. Nuk na duan hadithet e rrenjshme, të cilat thonë Zoti e ka kriju për 7 ditë botën. Ndërka që 4 herë në Kuran është përmend, ose 3 herë, mos gaboj deri tash, është përmend që Zoti e ka krijuar tokën për 6 ditë. Nuk na duan hadithet e rrenjshme se gruaja që ka krijuar nga brinja e shtrembëruar. Dhe po deshe ta drejtosh, do ta thyesh. Jo, kjo është Bibël, verset biblik. Le ta studiojnë ata të vëllezërit e krishterë sa është e vërtetë. Ndërka që Kurani kërkun nuk e përmend që gruaja që ka e krijuar nga brinja e shtrembëruar. Por hadithet e rrejshme këtë thojnë. Prandaj profeti thot, nëse ju vjen një hadith, edhe ai nuk përputhet, nuk përforcohet me ajet kuranor, nuk përputhet me Kuranin, do të merreni gjujeni për te murit, përplaseni për murin. Nuk jo duhet, nuk është hadith. Nuk e kam thënë unë, nuk e kam thënë unë. Kështu e thot profeti. E ne jemi në gjendje me u marr filan dietari ka thënë, filan hadithet, filan, e nuk miremi me librin e Zotit. Sa fjalë të mira, një ajet kuranor, merre, lexoje, shkruaje, bëni një video të mirë, vetëm me ajete kuranore, nëse e vetëdijsojmë këtë popull, keni me pa ku kemi me arrit. Thuaj, i besuat ju ati apo nuk i besuat ata të cilve u është bërë me dije qysh më parë, para shpalljes së tij, kur u lexohet bëjnë sejdë. Na bëjmë sejdë. Që i besoj. Ju i besuat apo si besuat, nuk e kemi problem. Dhe thonë, qoftë lartësuar Zoti ynë, premtimi i Zotit tënë një mend plotësohet dhe duke qarë bëjnë sejdë dhe ai lexim u arrit respektin frigën, thuaj thirrmuni Allahun ose Rahman, si do që të thërrisni, emrat e tij janë më të bukurit, mos jize lart kur fal namazin, por as mos e freno shumë zërin, lype një rrugë mesatare. Dhe thuaj, lavdruar qoftë Allahu, i cili nuk ka fëmijë për vete, dhe në pushtet nuk ka bashkëpunëtor, dhe të cilët nuk i duhet mbrojtës për shkak të pafuqisë,
dhe atë madhëroje me madhërime të një vendëta. Sipas Ehli Bejtit, profeti Muhammed ka qajt në sejdë. Imam Aliu, Ehli Bejtit, sejdë kanë qajt, nuk e bën namaz. Pastaj sipas Ehli Bejtit do të mos i ngritni as zanin, sipas Kuranit, kur hyni namaz, as mos e ngritni zanin shumë kur të lexoni edhe vetën kur jeni, edhe kur jeni me xhamat, po vetën kjo më shumë është kur të jeni, por edhe mos të heshni, që do me thënë, nuk mund është ti namazin me lexu. Kjo nuk pranohet. Por kimi as nuk mundesh elhamdulillahi rabbil alamin, po duhet me marrë një të mesme. Sa e ndin veten. Shkoni, kjo bashkëdhëzohet, bashkë si thot Kurani. Pastaj thot lavdruar qoftë Allahi, i cili nuk ka për fëmijë për vete, as nuk ka ndihmës, nuk ka dhe në pushtet nuk ka bashkëpunëtor, sepse të krishterët i thoshin profetit Muhammed edhe i thoni edhe ebrejt i thoni çka, po Zoti ka çika, ka bashkëpunëtor, ka enxuj. Këtë janë bashkëpunëtor të Zotit. Jo, thot plus i cili Zoti është aq i fuqishëm edhe nuk ka nevojë për me qenë mbrojtës si ti dikush. Si që ishin mbrojtës Hazreti Merjemja ishte mbrojtëse e Isaut, po mos ta kishin rujt Isaun, po mos t'i kish dhënë xhinin e saj, ushqimin, ai s'kishte mund me jetun këtë botë. Prandaj si mundet mu kanë një zot foshnje kur ai nuk ka fuqi veten e vet me qyr. Nisoj sikurse idhujt a kanë fuqi veten e vet me mbrojt që janë prej drunit, prej kurit. Kjo është absurditet. Zoti nuk është një foshnje e pamundshme, që nuk ka forcë me këshyr veten e vet. Vazhdojmë besa. Bismillahirrahmanirrahim. Surja El-Kahf. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Falëndrimi i takon vetëm Allahut që ja shpall robit të vet librin dhe në të nuk lejoj ndonjë kundërthënie të saktë për t'ua tërheq vërejqen ndaj një dënimi të rënd prej tij e për t'i përgëzuar besimtarët për që bëjnë vepra të mira, se ato do të kenë një shpërblim të mrekullueshëm, duke qenë ne të përgjithmonë për t'ua tërhequr vëmendjen atyre që thanë se Allahu ka fëmijë dhe për atë ata e as të parët e tyre nuk kanë kurfar dijenie se sa e madhe është ajo fjalë që del nga goja e tyre, e ata nuk thonë tjetër vetëm se gënjeshtra. A thua ti do ta shkatrosh veten nga hidhërimi pas tyre nëse ata nuk i besojnë këtij ligjërimi? Gjithçka që është mbi tokën ne e bëmë stoli të saj për t'i provuar ata se cili prej tyre do të jetë më veprim mirë. Ne kemi për të bërë gjithçka që është mbi të dhe pa bimë. A mos mendove ti se ata të vendosurit e shpellës dhe rekimit ishin nga mrekullit tona më të çuditshme, kur gjelmoshat u strehuan në shpellën e thanë: O Zoti im, na dhurove nga ana jote mëshirë dhe na përgatite udhëzim të drejtë në tërë çështjet tona. Ne u vum mbuloj mbi veshët e tyre në shpellë për disa vite me radhë, pastaj ata i zgjuam për të parë se cili prej atyre di grupeve është më precis në njësimin e kohës së qëndruar gjatë. Ne po të rrëfejmë saktë çështjen e tyre, ata ishin disa gjelmosha, kishin besuar Zotin e tyre, e ne atyre dhe më u ashtuam bindjen, edhe i forcuam zemrat e tyre sa që kur
unë ngritën, thanë, Zoti in është Zoti i qijeve i tokës, nuk adhurojmë ndonjë zot tjetër pos ti. Pse atëherë do të thoshim diçka shumë mizore? Këta populli ynë ka besuar zota të tjerë pos ati. Pse pra nuk sjellin ndonjë argument të qartë për ata? A ka më mizor se ai që shpif gënjeshtër ndaj Allahut? Derisa jeni izoluar prej tyre dhe prej asaj që adhurojnë ata pos Allahut, atëherë strehohuni në shpellën e Zotit juaj, ju dhuronë nga mëshira e tij e gjerë dhe ju lehtëson në çështjen tuaj, atë që është në dobin tuaj, dhe ti e shihe diellin kur lind barqen prej shpellës së tyre nga ana e djathtë e kur perëndonte largohej nga ana e majtë, e ata ishin në një vend të gjerë të saj. Kjo ishte një nga argumentet e Allahut. Ata që e udhëzojnë Allahun, ai vërtet është udhëzuar, e ata që e humbin, ti nuk do të gjesh për të ndihmës që do të udhëzonte. Do të mendoje se ata janë të zgjuar, ndërsa ata ishin fjetur, e ne i rrotullonim, herë në krahin e gjatë, herë në të majtin. Qeni i tyre kishte shtrirë këmbët e parë pranë hyrjes, sikur të kishe hasur në ta, do të ishe kthyer duke ikur dhe do të ishe mbushur frikë prej tyre. Ashtu i zgjuam ata që të pyesin njëri tjetrin. Njëri prej tyre foli e tha, sa keni ndetur? Ata thanë, kemi ndetur një ditë ose një pjesë të ditës. Disa thanë, Zoti juaj e di më së miri se sa keni ndetur, prandaj dërgojni njërin prej jush me këtë argjend në qytet e të zgjedh ushqim më të mirë e t'ju sjell atë juve, dhe le të ketë shumë kujdes e të mos i jap të kuptoj askujt për ju. Pse nëse ata kuptojnë për ju, do t'ju mbysin me gurë dhe do t'ju kthejnë në fen e tyre, e atëherë kur nuk keni për të shpëtuar. Dhe ashtu i zbuluan e të kuptojnë se premtimi i Allahut është i sigurtë dhe e katastrofa e përgjithshme është e padyshimtë. Mu atëherë kur ata bisedonin për çështjen e tyre dhe thanë, ndërtoun atyre një ndërtesë, Zoti i tyre di më së miri për ta, e ata që ishin në shumicë thanë, do të ndërtojmë gjithçish në hyrjen e tyre një xhami. Ata do të thonë ishin 3, i katërti i tyre ishe qeni i tyre dhe thonë, ishin 5, e qeni i tyre ishte i 6 i tyre, kjo ishte hamendje, po edhe thonë, ishin 7, e qeni i tyre ishte i 8, thuaj, Zoti im di më së miri për numrin e tyre, përveç një pakic nuk di kush për ta, e ti mos polemizo për numrin e tyre, vetëm ashtu në tërësi, dhe askënd mos pyet për ta, dhe mos thuaj kurse si për ndonjë çështje, unë do ta bëj këtë nesër, vetëm në dasht Allahu, e kur të harosh përmende Zotin tënd dhe thuaj, shpresohet se Zoti im do të më jap udhëzim dhe më të afërt prej këtij. Ata qëndruan në shpellën e tyre 309 vjet. Thuaj, Allahu e di më së miri sa kanë ndetur, atij i takon fshehtësia e qijeve dhe e tokës. Çfarë është të
pamët e tij dhe çfarë është të dëgjuarit e tij, posti ata nuk kanë ndihmëtarë në vendimin e tij. Nuk mund t'i përzihet askush. Lexo çka të është shpallur ty nga libri i Zotit tënd. Nuk ka kush që mund t'i ndryshoj fjalët e tij dhe pos ti nuk mund të gjesh strehim. Bismillah, të nderuar miq, këtu flitet për Ashabul Kehf, banorët e shpellës, të cilët kanë qenë të persekutuar, të mbytur. Kjo ka qenë para kohës së Jusufit a.s. Edhe kanë qenë disa prej njerëzve që kanë qenë pari e qytetit e asaj qeverisë, edhe e kanë kuptuar që besimi i tyre është i kotë, këta janë bo besimtar të Zotit, dhe pastaj janë ndjekur për të mbytur e tjera, më në fund Zoti këta 7 persona, dikush thot kanë qenë 3 edhe qeni 4, dikush thot kanë qenë 5 edhe 4, 7 edhe 1, mirë po me rëndësi është që këta persona kanë nejt në shpellë, dikush thot 300 vjet edhe pas 300 vjetve i ka ringjallë Zoti si argument për me pa se ç'ka është fuqia e Zotit. Vazhdojmë. Pra jemi të folë për Ashabul Kehf, edhe surja quhet Kehf, që do me thonë shpella. Pra, ji vendosmërisht në anën atyrve të cilët i luten Zotit të vetë në mëngjes dhe në mbrëmje, me dëshirë që të meritojnë simpatinë e tij dhe mos hiq syt tuaj prej atyre, duke dëshiruar bukurinë e jetës së kësaj bote dhe mos ju nënshtro atij zemrën e të cilët e kemi lënë të përgatitur ndaj nesh dhe pason epshin e vet, sepse puna e tij ka mbaruar. Shikoni, disa herë e hasëm deri tash që gjithmonë 3 kohë të namazit po përmenden në Kur'an. Kërkun nuk po thot që duhet me fal një namaz pas drekës, pra masdite, apo edhe një namaz tjetër mas akşamit, mas darke. Pra po përmendet pik ditës një kohë, koha tjetër mbrëmje e tjetra në agim. Prandaj na nuk mundemi mi akuzu disa besimtarë musliman të cilët falen 3 herë në ditë, por i kanë 5 namaze. Sabahi, dreka, i qindia, akşami, yacia. Prej atyve besimtarëve jam edhe unë që e praktikojnë këtë mënyrë, po mos ta zgjasim, vetëm po e shihni që kërkun nuk po përmendën Kur'an pas dite ose pas darke, që mu bë 5 kohë. Jo, vetëm 3 kohë. Dhe thuaj, e vërteta është nga Zoti juaj, prandaj kush të doj le të besoj, kush të doj le të mos besoj. Ne kemi përgatitur për besimtarët një zë së cilët do të përfshin nga të gjitha anët, nëse luten për ndihmë do t'u jepet ndihmë me një farë uji sikur lëngë rrëshire që u adjek fytyrën. Sa pije dhe vendbanimi tmerrshëm që është. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ne me të vërtet nuk lejojmë t'i shkatërrohet shpërblimi atij që bën vepra të mira. Ata i presin padyshim koshte të Adenit, ku do të rrjedhin lumenje. Aty do të stëlisen me rrath të artë të dore dhe do të vishen me rroba të gjelbërta dhe mandafshi të lloj-llojshëm, mbështetur në kanaçe. Sa vendbanim dhe shpërblim i bukur është. Dhe sikur gratë që kanë me qef me pas hallkat dorës këtu, me harqe të arta. Dhe sillu si atë shembullin e 2 njerëzve, njërit prej të cilve i dham 2 kopshte të mbjellura me hardhi dhe të veshura me lisa e ndërmjet tyre bëm ana. Të 2 kopshtet dhan frutat e vet, kur far dëmi nuk ju bë dhe përmes tyre i shpijem një lumë. 2 personave Zoti i tregon një shembull shumë interesant. Dëgjoni tash. I dha kopshten, mes kopshtit i dha pemë perime, lumi i kalon. Kishte edhe tjetër pasuri dhe i tha shokut të vet, derisa po bisedonte me ta, ato 2 shok, të njëjtat bashkë, me urma, me lumë, me pasuri, me fruta. Njëri i tha tjetrit, bisedonte, kam ma shumë pasuri se ti, a edhe fis më të fortë se ti. Kemi thënë, me krahasu, me thënë, ky është më i mirë se ti, edhe të fëmijët, çose i thoni, krijoni xhelozi edhe krijoni armiqësi në mes fëmijëve. Çose i thot baba, ky djali është më i mirë se sa ti. Dita e Kiametit.
Por edhe nëse kthehem te Zoti, me siguri për kompenzim do të gjej diçka më të mirë se kjo. Mendje madhe, nuk po i beson. Shoku i tij, derisa po flisnin, i tha: a e mohon atë i cili të ka krijuar nga dheu e pastaj nga pika e farës, e më në fund të bëri njeri të plot? Sa për mua, ai është Allahu, Zoti im, dhe unë nuk i bëj shok askë Zotit tim. Shikoni, këto rrëfime, mu baba jem mi ka pas tregu si fëmijë, prandaj ma ka shti dashurin ndaj Kuranit. Ne kemi plot rrëfime për fëmijë, për të rritur që marrim prej Kuranit, por edhe prej vetit ton, edhe për neve. E pse nuk the kur hyre në kopshtin ton, Masha Allah, nuk ka forcë tjetër përveç Allahut? Nëse më shikon mua, unë kam më pak pasuri dhe fëmijë. Sa masi ty të ka dhënë Zoti ma shumë pasuni, ma shumë fisin, ma shumë fëmijë, kur po hyn në kopsht, thuaj Mashallah. Do me thënë, kur thënë ne Mashallah për diçka që ka i kemi, neve nuk na rritet mendja. Po Zoti, Mashallah, çka ka dash Zoti? Mashallah, kjo krejt është punë e Zotit. Ma ka dhënë evlatin, ma ka marr. Mashallah. Pra, edhe i tjetri të thot Mashallah. Do më thënë ti që të që e ki këtë bukuri, këtë menquri, vetëm është e Zotit, nuk është e jotja. Por, Zoti im do shta më jep kopsht më të mirë se yti, e në atë tëndin të dërgon rëmuj nga qielli, e të gëdhi krejt rafsh pa asgjë. Asi si e falenderu e Zotit, edhe po livdohesh tjerve, Zoti rafsh të bën. Ose si thahet uji e të mos mundesh ta lypësh kurrë. Qatë lumin për mes, ta thanë Zoti, nuk ta qonë ujin edhe kur s'ki me mundas qatë kopshtin me majtë pa ujë. Dhe u shkatruan frytet e tij, ja ka marrë Zoti, ja ka shter ujin që ti mendje madhit, i u shkatruan frutet e tij dhe ai filloi të thyej duar duke rënkuar se ç'kishte prezentuar, shpenzuar në të. Dhe hardhia ishte shtruar për drunje të vetë dhe thoshte: ku është ai fat të mos i kisha bërë shok Zotit tim? Ti me mendjemasin tënde, me luksin tënd, me pasurin tënde, si që tham, kur shkojnë në përdetna, thot lutjoni atyre zotrave t'juj, që i keni me veti ato idhuj, po vetëm ti idhuj e ki edhe kartelen me veti, kartelen e bankës e ki idhuj, qose ti e lëshuar mas luksit, edhe nuk e shprenzon për punë të mira. Prandaj edhe ky thot, ku ti shkon ajo në fakta, mos ti kishën bë shok Zotit, se ti kur bësh me ndemon, ti je shok Zot i vogël në tokë. Kur vjen shpitësh, une për ju ushej, une për ju rriti, une. Thot Zoti, po ku jam unë qose ti je. Pra, nuk e bëjmë na idhuj Zotit shirk. Shirk i sërë fëmijën dhe ki qose nuk kemi njohë Zot. Pra, dhe se që kishte shtë dhe hardhia ishte shtuar për dhe të mos i kishte shok Zotit dhe ndihmu. Ai mirë, si është më mirë. Sjellja, si shembull, jetën e kësaj bote, që është sikur uji që e lëshojmë ne nga qielli, me të cilin ushqehen bimet në tokë, e përsërahet, e tretet, e Allahu se. Pasuria janë toli e jetës së kësaj bote, por veprat e mira të vazhdueshme janë më të mira si shpërblim ka Zoti yt dhe janë shpresë të mira. Kur os kanë me parahek, edhe se pas që asnjë fëmijë, por ki vepra të mira, ato kanë me lënë gjurmë në këtë jetë dhe në botën tjetër. Nëna Teresa nuk kishte fëmijë, po sa gjurmë ka lënë në këtë jetë. E shumë njerëz tjerë, Hazreti Fatimja,
profeti Muhammed, Jezu Krishti, Isa, s'ka pas fëmijë, po sa gjurmë kalon në këtë vit. Profeti Muhammed s'ka pas djemë, po kalon gjurmë. Prandaj, mos mendoni se nëse keni pasuni e djemë e send, këtë keni me lënë këtë dynja. Çka keni me marrë në dynja? Veprat e juja, edhe në këtë dynja keni me lënë veprat e juja, të cilat ju sjellin sadakatul jariyah. Sadak continuously. Pra një bamirësi deri në ditë kiamet. Kjo ka vazhdu, kjo sadakaja jo pesish, po deri në kiamet. Sepse ke bo sadakatul jariyah. Vazhdojmë. Kurse atë ditë, kur televizin malet, dhe të shohësh tokën, e zhvesh, e ata dhemi të bu, asë prej anash, pra të ekzekutohen të radhitur. Na keni ardhur ashtu, si që kemi krijuar herën e parë. Kurse ju keni deklaruar se nuk do të caktojmë ditën e ringjalljes. Edhe libri u hapet dhe do të shohësh mëkatet e plotësuar për shkak të asaj që gjenden në të. Dhe do të thonë, të mjerët ne, çfarë është ky libër? Nuk i ka shpëtuar as mëkati i madh, as mëkati i vogël. Të tjera janë evidentuar dhe do të gjejnë të shkruar atë çka e kanë bërë, Zoti yt askujt nuk do t'i bëj padrejtësi. Kur marrim abdes, o Zot, të lutem, ma dërgo librin tim në anën e djathtë. O Zot, të lutem, mos ma bjerë librin tim nga ana e majtë. Në kjo është një signal, një isharet, një shem, qose me laqët në hiret të vika, me të ranu veprat e këshirë. Së ana djathtë, veprat e mira. Ja pra, edhe ky libër po përmendën në Kur'an. E mandi po thënë, e po tjetër për sen. Profeti ka qenë, kjo surja Kaf është atjetra ishte Isra, profeti ka qenë botën tjetër. E ka vizituar xhenetin, xhehenemin, qije, tonë bere. A ka argument më të fortë se profeti që ka qenë botën tjetër? Vazhdojmë. Dhe kur u tha mengjëve, për ullën i Ademit, të gjithë ju për ullën përveç Iblisit, a ishte nga gjindët, andaj i ra ndesh urdhërit të Zotit të vetë. Po ju, atë dhe kotillën e tij, duke qenë, unë do të merrni si mik e ata janë armiqët tuaj. Çfarë këmbimi ke që është për mos besimtar? Unë nuk i kam marrë ata për dëshmitar. Me rastin e krijimit të qiejve dhe të tokës, as për krijimin e atyre vetë dhe nuk kam pasur nevojë për mbështetjen e mbrapshtanëve. Se kanë dhënë Zotit ti ki vajzat, ti ki djem, ti ki me laçë, ti ki djem, i ki vajzat me laçë, ato të kanë nimu ty me ndrejt qiellin tokën. Jo, Zotit atë nuk e kam marrë në për këto. Dhe në ditën kur ai u thot, thirrni ata për të cilët keni pas deklaruar se janë bashkëpunëtorët e mi, dhe ata i thirrën, por ata nuk ju përgjigjen sepse ne u shkatëruam lidhjet ndërmjet vetë. Thirrni Jezusin. Thirrni Jezusin botën tjetër. Atë dy t'ju ndihmoj si djali i Zotit. Ai për besimtarin që e ka besuar, që është i dërguar i Zotit, dhe nuk është djali i Zotit. Për ato do të jetë shpëtim, shefaat, ndihmë, paqe, lumturi në këtë dhe në botën tjetër. Por e ka besuar si dërguar i Zotit, e jo si Zot në tokë, edhe më keq djalë i Zotit. Por edhe Isa, edhe profeti Muhammed do të bëjnë shefaat, ndërmjetësim për neve, sepse sa herë na i themi Allahumme salli ala Muhammed, vali Muhammed, kur të shkojmë botën tjetër, pejgamberi ka me thënë, ja Allah, kjo Iqbalja shumë ka lexu selam, shumë ka qu selam, derisa ka qenë botën tjetër. Të lutem mu Allah, kaloje ma le, jo që më njerë kape shtije në xhenet, u kaloje ma le, as është kjo në ndërmjetësim i bukur? Prandaj, ndërmjetësimet i pranojmë, por shok e djalë Zotit, kurse si. Në këtë Kur'an ne u asqarojmë në mënyrë të ndryshme njerëzve shembuj të lloj-llojshëm
por se njeriu për shumë sende kundër vije. Ndërsa njerëzit kur u vjen udhëzimi nuk i pengon tjetër send nga besimi dhe që nga Zoti i tyre të kërkojnë falje, përveç se ajo që ata presin fatin e popujve të lashtë, ose t'i godas dënimi në sy të tërë botës, ata të cilët nuk pendohen. Ne nuk i dërgojmë profetet për tjetër send, përveç se si përgëzues edhe qortues. Një 20 herë deri tash, gjysa e Kuranit kemi arrit, përgëzues, qortues. Kaq! Edhe ti, zonja, zotrinje, nën, baba, nuk mundesh ti me dominu për fëmijën tënde dhe me shkatru hala ma shumë, por ti ki me përgëzu, mo me mamë kjo është kështu, edhe qortues. Por veprat e tua si prindër kanë me ndiku që fëmija jot me qenë i rregullt, i mirë, e tjera e tjera. Prandaj, ne kemi dërguar profetet vetëm si përgëzues edhe qortues. Ndërsa mosbesimtarët polizojnë duke e shërbyer me të pavërtetat për ta mposhtur profetin me të vërtetën dhe tallën me argumentet e mia dhe qortimet e mia. Po, a ka më kriminal se ai i cili kur i tërhiqet vërejtja me argumentet e Zotit të vet, i kthen shpinën dhe harron atë çka e ka bërë vet? Ne në zemrat e tyre vëjmë perde që të mos e kuptojnë atë Kuranin dhe i bëjmë të shurdhër dhe nëse ti i thërret në rrugë të drejtë, ata kur nuk do të nisen rrugës së drejtë, sepse ka mosbesimtarë të cilët mendon se janë në rrugë të drejtë, janë munafika, ata më shumë ta prishin punën. Ja Resulallah. Kështu i thot Zoti. Zoti ju të falë shumë dhe ka shumë mëshirë. Sigur ai të dëdonte për atë çka e meritojnë, do t'u shpjegon, shpejton të dënimin. Por ata i pret momenti caktuar, për të cilit unë kam ku do të strehohem. Kurse ato fshatra që i kemi shkatruar për shkak se kanë bërë krime dhe kemi caktuar afatin për shkatrimin e tyre, dhe kur i tha Musa u djaloshit të vet, do të shkojë derisa të arrijë aty ku bashkohen dy dete, ose do të ecë dhe vetëm do të ecë. Dhe kur ata dy arritën deri në vendin ku ata dy duhet të bashkohen, e harruan peshkun e tyre, e ai u nis rrugë. E jonja jemi lodhur. A e sheh? Kur u patëm daluar në atë breg, e unë e harrova peshkun, këtë se ka bërë tjetër kush përpos vet djallit, që ta përmendi atë, ai patjetër do të jetë zhytur në det për çudi. Prandaj kur harrojmë diçka, shumë parasyve e kemi. Edhe të themi estakfirullah, falem o Zot, estakfirullah me largu shejtanin. Pra se ai na shtin ato gjana me harru. Tha, kjo është ajo që na duhet dhe u kthyen të dy rrugës prej nga kishinar. Dhe e gjetën një njeri nga robët tanë, të cilët i patëm dhënë mëshirë nga ana jon dhe i mësuam atë që e dim vetëm ne. A mundem të bëj shoqëri, tha Musa, por të ma mësosh tërë atë drejtësi që e ke mësuar ti. Ti me siguri nuk do të mund të adurosh më mua. Hazreti Hëdër e ka edhe shpellën, jo shpellën, po vendin e vet me një mal në Kum, në Iran, atje pra është përballë xhamisë që e kanë rregulluar te Imam Mehdis, është si mal edhe është si një lloj shpellë e vogël ku aty është fal, njësoj sikurse e profetit Muhammed, pak më e madhe. Edhe Hazreti Hëdëri, histori e madhe. Ky, do me thënë, nuk ka qenë pejgamber, po ka qenë më i udhëzuar se pejgamberi, më i dishëm e tjera e tjera. Ti me siguri nuk do të mund të durosh me mua, i thot, me mu më shoshnu, s'ki me mund me duru, i thot Hazreti Hëdëri. Ti do të durosh atë për çka nuk je informuar. Ke me parë se do të jem në dasht Allahu i durushëm, i tha Musa, dhe nuk do të kundërshtoj për asgjë, i tha Musa. Amanit kohë, po du më shoshnu me ty, s'ka me të kundërshtu. Po nëse më bën shoqëri, pra, tha ai, atëherë të mos më pyesësh për kur gjë, derisa unë vetë të rrëfej për atë. Dhe ata dy u nisën, mi po kur hipën anije,
ai i zbiroi ata, e zbiroi, i hapi një vrim, e ai e zbirove të mbysësh ata që po lundrojnë me të, ke bërë një vend diçka për çudi. Thot, apo don mi myt njerëzit që kanë me hyp këtë tania? Pse thote qele gavën? A nuk të thash, unë i u drejtuaj, se për një vend nuk mund të durosh të ecesh me mua, pse po më pyet? A tha që nuk kam me të pyet, s'ki me duru pa më pyet, për punët çka i bëj unë, thot Hazreti Hidri. Dhe ata dy vazhduan, jo thot, dhe mos merr masa kundër meje për këtë që harrova, tha, dhe mos më bën pengesë në këtë punën time. Dhe ata të dy vazhduan. Kur e takuan një djalosh, ky atë e mbyti. Wow! E Musa i tha, a i mbyte këtë djalë të pafajshëm dhe kot? Për një mend i ke bërë diçka shumë të keqe. Kaq të nderuar miq. Jemi me një histori shumë të bukur të Hazreti Hidri. Pra, erdhëm te gjysën e Kuranit e paru, falenderojmë Allahun e lartësuar për shëndetin, për bereqetin që kemi mund me pagu edhe këtë internet, për dëshiren, për vullnetin që ta lexojmë këtë fjalë të Zotit me ju. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Lillahi al-Fatiha. Për të gjithë neve që kemi qenë prezent, që kemi lexuar dhe kemi dëgjuar me kujdes, Allahu na shpërbleft, Allahu na ndriçoft mendjet tona, Allahu na paqëroft zemrat tona, Allahu na boft sa më dashur me Zotin, sa më shumë të na afroj tek ai, se për ata edhe jemi këtu të dashur miq. Lillahi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimi takon Allahut, krijuesit të botrave, mëshiruesit, mëshirëplotit, vetëm ty, sunduesit në ditën e gjykimit, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë, kërkojmë, na udhëzon në rrugë të drejtë, në rrugën e atyre ndaj të cilëve ti o Zot je i kënaqur, e jo në rrugën e atyre ndaj të cilëve ti o Zot je i hidhur, dhe ata janë si të humbur.